Horoskopi ditor, e shtunë 6 dhjetor 2025. Dashi. Energjia e sotme ka të bëjë me gjetjen e ekuilibrit. Hëna në harmoni me Marsin rri dëshirën tuaj për të përballur me detyrat. Por mos harroni të ruani ritmin. Mesdita ofron një takim të papritur. Merreni atë si një mundësi mësimi. Marrëdhëniet përfitojnë nga qasja juaj simpatike. Prandaj dëgjoni me vëmendje. Në punë, zgjidhjet krijuese do ta drejtojnë ekipin tuaj drejt suksesit. Besoni instinkteve tuaja. Ndërsa mbrëmja arrin, do të dëshironi pak qetësi, merrni në konsiderat një shëtitje të qetë ose meditim për të rimbushur. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive, pasi mund të lindin shpenzime të papritura së shpejti. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni te hidratimi dhe një dietë e ekuilibruar për të ruajtur nivelet e energjisë. Nga ana shoqërore, rilidhja me një mik të vjetër do të sjellë gëzim të papritur. Mos harroni, universi mbështet ambicjet tuaja. Por është jetike të qëndroni të qëndrueshëm. Deri në fund të ditës, vlerësoni mësimet e nxjerra dhe lidhjet e krijuara. Lëreni durimin t'ju udhëheq përmes çdo zhgënjimi, duke siguruar një ekuilibër harmonik si në sferat private ashtu edhe në ato profesionale. Demi. Prisni një ditë të pasur me potencial, ndërsa dielli ndriçon rrugën tuaj. Durimi dhe këmbëngulja janë pikat tuaja të forta sot, veçanërisht në çështjet financiare. Një qasje strategjike ndaj investimeve do të sjellë dividend. Ndërveprimet familjare mund të sjellin emocione të thella, por natyra juaj edukuese ndihmon në zgjidhjen e konflikteve. Një projekt në punë kërkon zellin tuaj karakteristik, duke u siguruar që të tjerët ta pranojnë rolin tuaj të domosdoshëm. Qëndrueshmëria juaj është admirueshme. Megjithatë mos harroni të jeni fleksibël kur është e nevojshme. Planeti juaj sundues, Venusi, inkurajon kujdesin për veten. Trajtojeni veten me një kënaqësi që ju sjell paqe. Planet shoqërore mund të ndryshojnë. Jini të hapur ndaj spontanitetit, pasi një ftesë e papritur mund të çojë në kujtime të çmuara. Shmangni mendimet e tepërta të panevojshme në marrëdhëniet personale. Ndonjëherë është më mirë t'i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Fizikisht, ushtrimet mbështetëse si yoga ose tai chi mund të rrisin ndjenjën tuaj të stabilitetit dhe të përmirësojnë fokusin. Deri në muzikë, përqafoni qetësinë përreth jush, duke reflektuar mbi ngjarjet e ditës me mirënjohje dhe gëzim. Binjakët janë kurioz, lëvizjet qiellore të sotme nxisin vetanalizë dhe përshtatshmëri. Hëna ju inkurajon të eksploroni ide të reja, të përqafoni qasje inovative në zgjidhjen e problemeve. Komunikimi është mjeti juaj për sukses. Ndarja e vizionit tuaj mund të tërheqë mbështetjen e nevojshme për një sipërmarrje. Emocionalisht, po lundroni në ujëra komplekse në marrëdhënie. Ekuilibri është thelbësor për të ruajtur harmoninë. Një bashkëveprim i papritur mund të ndryshojë perspektivën tuaj, duke nxitur rritjen. Profesionalisht, mundësitë për avancim janë në horizont, por ato kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm para se të angazhoheni. Prioritizoni detyrat që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Financiarisht, një qëndrim i kujdesshëm ndaj shpenzimeve është i këshillueshëm sot. Angazhimet shoqërore mund t'ju habisin. Hapja ndaj lidhjeve të reja rrit rrjetin tuaj. Nga ana shëndetësore, përqendrimi në mirëqenie mendore do të jetë i dobishëm. Merrni në konsiderat rutinat e vetëdijes për të qetësuar një mendje të zënë. Ndërsa bie nata, merruni me ndjekje artistike ose letërsi, duke i lejuar intelektit tuaj të çlodhet. Besoni në përshtatshmërinë tuaj të lindur për t'ju udhëhequr në mënyrë krijuese përpara. Gaforria. Energjia e sotme ofron ndjesi qetësuese ndërsa hëna rreshtohet në harmoni me Neptunin, duke rritur intuitën dhe kreativitetin tuaj. Kjo është një kohë e përkryer për t'ju përkushtuar përpjekjeve artistike ose projekteve që ushqejnë shpirtin tuaj. Në jetën tuaj personale, dinamikat familjare mund të kërkojnë një qasje të butë. Empatia juaj e lindur do të lehtësojë tensionet dhe do të nxjisë lidhje më të thella. Në punë, përqendrohuni në përpjekjet bashkëpunuese. Aftësia juaj për të ushqyer frymën e ekipit do të vlerësohet. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm është çelësi, shmangni nxitimin në vendime pa kërkime të plota. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje mirëqenies suaj emocionale. Aktivitetet shpirtërore si meditimi mund të sjellin paqe dhe qartësi. Një mbrëmje e qetë në shtëpi me të dashurit ose një libër ngushëllues do të rimbushin shpirtin tuaj. Marrëdhëniet thellohen kur ndani dobësi dhe sonte, një bisedë zemër më zemër mund të krijojë lidhje të qëndrueshme. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe përqafoni rrjedhën ngushëlluese të energjive ushqyese që ju rrethojnë. Luani.
Luani i guximshëm, karizma juaj shkëlqen sot, duke tërhequr të tjerët drejt leadershipit tuaj natyror. Rreshtimi kozmik amplifikon ndikimin tuaj, veçanërisht në mjediset profesionale ku vizioni juaj frymëzon ata përreth jush. Kreativiteti është në kulmin e tij. Kanalizojeni këtë në iniciativa që shfaqin talentet tuaja. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga ngrohtësia juaj. Një gest i thjesht mund të thellojë lidhjet. Financiarisht, është një ditë e favorshme për investime që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata. Rrethet shoqërore ofrojnë një skem për argëtim dhe lidhje. Pjesëmarrja në një takim mund të çojë në mundësi të thella rrjedhëzimi. Nga ana shëndetësore, jeni në një fazë të fortë, por mbajtja e një diete të ekuilibruar mbështet vitalitetin e vazhdueshëm. Kaloni kohë duke eksploruar hobi që ndezin pasionin tuaj, duke lejuar kreativitetin tuaj të gjejë shprehje të reja. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, balancimi i ndjekjeve shoqërore me reflektimin personal siguron ushqim si për shpirtin ashtu edhe për mendjen. Besoni në instinktet tuaja ndërsa ato ju udhëheqin përmes mundësive, duke u siguruar që frymëzimi i sotëm të mbartë suksesin e së nesërmes. Virgjëresha. Virgjëresha është praktike. Sot universi nënvizon pikat tuaja të forta të organizimit dhe aftësive analitike. Me shtrirjen e Mërkurit, përqendrohuni në rafinimin e planeve dhe strategjive tuaja. Është një kohë kur vëmendja juaj ndaj detajeve mund të çojë në përparime në punë, duke zgjidhur çështjet e mbetura në mënyrë efektive. Komunikimi është thelbësor. Jini konciz dhe i qartë në bashkëveprimet tuaja, veçanërisht në zgjidhjen e keqkuptimeve. Në jetën tuaj personale, jini të hapur për të dëgjuar perspektiva të ndryshme. Kompromisi forcon marrëdhëniet. Financiarisht, një qasje kujdesshme siguron stabilitet dhe rritje. Jini të kujdesshëm ndaj shpenzimeve impulsive. Në vend të kësaj, merrni në konsiderat rritjen e kursimeve. Nga ana shëndetësore, krijoni kohë për relaksim mendor. Aktivitete si mbajtja e një ditari ose praktikat meditative do të rrisin qartësinë dhe do të lehtësojnë stresin. Ftesat shoqërore mund të duken tërheqëse. Peshojini ato me nevojën tuaj për pushim. Në mbrëmje, kërkoni ngushëllimin e një hapësire të qetë për të reflektuar dhe për të rimbushur, gati për mundësi të reja. Mos harroni të festoni fitoret e vogla. Ato ndërtojnë vrullin për arritje më të mëdha në rrugën tuaj. Peshorja. Sharmi dhe diplomacia janë aleatët tuaj sot, ndërsa Venusi forcon lidhjet tuaja shoqërore. Angazhohuni në biseda me zemër të hapur. Aftësia juaj për të parë të gjitha anët e një çështjeje mund të ndërmjetësojë konfliktet dhe të nxjisë mirëkuptimin. Profesionalisht, puna në grup çon në sukses. Projektet bashkëpunuese përfitojnë nga kontributi juaj i ekuilibruar. Shmangni shtyrjen e vendimarrjes. Besoni instinkteve tuaja për t'ju udhëhequr përpara. Emocionalisht, kontakti me të dashurit sjell ngrohtësi dhe harmoni. Merrni në konsiderat një gest të vogël për të treguar vlerësim. Financiarisht, ekziston potenciali për ndryshime pozitive, por mbani një sy të kujdesshëm ndaj zakoneve të shpenzimeve për të siguruar stabilitet. Nga ana shëndetësore, përqendrimi në ekuilibër është thelbësor. Aktivitetet të tilla si yoga ose shtrirja mund të rivendosin ekuilibrin fizik dhe mendor. Angazhimet në mbrëmje sjellin gëzim dhe mund të rifreskojnë lidhjet e vjetra. Ndërsa dita mbaron, përqafoni momentet e qetësisë për të vlerësuar paqen në mjedisin tuaj. Hiri juaj natyror do t'ju udhëheq përmes kompleksiteteve, duke siguruar qartësi dhe ekuilibër në çdo fushë. Akrepi. Akrepi është intensiv, sot kërkon fokus dhe vetanalizë, pasi ndryshimet planetare nxjerrin në pa vetë dijen më të thellë. Ky është një moment ideal për transformim personal. Hiqni dorë nga modelet e vjetruara që nuk ju shërbejnë më. Profesionalisht, të menduarit tuaj strategjik zbulon zgjidhje që i shtyn përpara projektet. Besoni në instinktet tuaja. Ndershmëria emocionale sjell thellësi në marrëdhënie, duke nxitur rritjen dhe mirëkuptimin. Në çështjet financiare tregoni kujdes. Rezistoni tundimit të vendimeve impulsive. Nga ana shëndetësore, integrimi i aktivitetit fizik rutin mbështet si trupin ashtu edhe mendjen. Nga ana shoqërore, mund të preferoni vetmin, duke e përdorur këtë kohë për t'u rimbushur. Reflektimi në mbrëmje ndihmon në përpunimin e njohurive të ditës, duke ju përgatitur për sfidat e ardhshme. Ndërsa nata shpaloset, përqafoni meditimin e qetë ose ndjekjet krijuese për të thelluar kuptimin tuaj të ambicieve personale. Udhëtimi i zbulimit që ndërmerrni sot përgatit skenën për suksesin e ardhshëm, duke ushqyer një qëndrueshmëri që fuqizon çdo aspekt të jetës suaj.
Besoni në fuqinë tuaj transformuese për t'ju udhëhequr përpara. Shigjetari aventuresk, pozicioni planetari sotëm ushqen dëshirën tuaj për eksplorim dhe të mësuar. Ndikimi i hënës rrit kuriozitetin tuaj, duke ju ftuar të zhyteni në përvoja të reja ose të zgjeroni horizontet tuaja përmes studimit. Profesionalisht përqafoni qasje inovative. Perspektiva juaj vizionare frymëzon kolegët dhe hap rrugën për progres. Në marrëdhëniet personale, entuziazmi juaj inkurajon lidhje më të thella, spontaniteti mund të çojë në momente të paharrueshme. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm siguron siguri. Shmangni sipërmarrjet e rrezikshme pa konsiderat të plot. Nga ana shëndetësore, ruani vitalitetin duke balancuar aktivitetin me relaksimin. Aktivitetet në natyrë janë veçanërisht të dobishme. Mbledhjet shoqërore premtojnë gëzim dhe potencialisht transformojnë pikpamjen tuaj përmes miqësive të reja. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, lejojini vetes disa meditime të qeta për të cimentuar njohuritë e fituara. Reflektoni mbi përvojat e ditës suaj për të stimuluar rritje të mëtejshme. Mos harroni, çdo hap jashtë zonës suaj të rehatisë është një trampolin drejt mençurisë dhe kënaqësisë më të madhe. Përqafojeni udhëtimin dhe shijoni zbulimet gjatë rrugës. Britsjapi disiplinuar, dita shpaloset me mundësi për përparim të konsiderueshëm, veçanërisht në karrierën tuaj. Rreshtimi planetar mbështet planifikimin strategjik. Tani është koha për të vënë në veprim qëllimet afatgjata. Bashkëpunimet janë të frytshme. Leadershipi juaj njihet dhe respektohet, duke siguruar vrull për sipërmarrjet e ardhshme. Rrethojeni veten me ndikime pozitive për të përforcuar motivimin. Në çështjet personale, durimi nxit shërimin dhe mirëkuptimin, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Financiarisht, investimet e kujdesshme premtojnë stabilitet. Merrni në konsiderat konsultimin e këshilltarëve të besuar. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje ekuilibrit fizik. Rregullimet ergonomike mund të përmirësojnë mirëqenien. Ndërveprimet shoqërore mund të ofrojnë kënaqësi të papritur, por prioritizoni përgjegjësitë së pari. Ndërsa bie nata, përqendrohuni në reflektimet personale, duke vendosur qëllime për arritjet e ardhshme. Mos harroni, këmbëngulja është aleati juaj. Ushqeni atë për të lundruar në kompleksitete me hir. Festoni arritjet tuaja, sado të vogla, sigur trampolin drejt piketa më të mëdha. Besoni në ambicien dhe disiplinën tuaj. Ato janë çelësi për të zhbllokuar suksesin e së nesërmes. Ujori inovativ, energjia kozmike sot me ju inkurajon të përqafoni veçantin. Idet tuaja shpik selulizojnë. Zbatojini ato me besim për të ndikuar pozitivisht në mjediset profesionale. Rreshtimi i planetëve mbështet qasjet jo konvencionale, duke e bërë këtë një moment të përshtatshëm për përpjekje pioniere. Në marrëdhëniet personale, hapja kultivon kuptim të ri, jini të gatshëm të ndani botën tuaj të brendshme. Financiarisht, mendoni për investime të qëndrueshme. Tani nuk është koha për nxitim. Nga ana shëndetësore, praktikat alternative mund të rrisin vitalitetin tuaj. Eksploroni rutinat holistike për të balancuar energjinë. Angazhimet shoqërore ofrojnë platforma për të shprehur individualitetin tuaj, duke quar në shkëmbime frymëzuese. Ndërsa dita kalon në natë, ndani kohë për vetanalizë dhe ndjekje krijuese. Këto aktivitete ushqejnë shpirtin tuaj shpikës. Angazhimet dhe njohuritë e sotme hedhin themelet për transformime të ardhshme. Përqafoni rrjedhën e inovacionit përreth jush, duke lejuar atë t'ju drejtojë drejt potencialeve të paeksploruara. Besoni në vizionin tuaj shpikës, ai mban çelësin për të krijuar rrugë inovative. Peshqit e dhemshur, yjet rreshtohen për të përmirësuar natyrën tuaj intuitive dhe empatike sot. Projektet krijuese lulëzojnë në ndikimin e Neptunit. Lejoni që imagjinata juaj t'ju udhëheqë në ndjekjet artistike. Në jetën tuaj personale, mirëkuptimi emocional thellon lidhjet. Aftësia juaj për empati e shndërron një gest të thjeshtë në një lidhje të rëndësishme. Profesionalisht, bashkëpunoni duke shfrytëzuar intuitën tuaj për të lundruar në mënyrë efektive në skenar kompleks. Vendimet financiare përfitojnë nga meditimi i kujdesshëm. Shmangni vendimet e nxitura nga emocionet. Për sa i përket shëndetit, jepni përparësi mirëqenies emocionale. Angazhohuni në aktivitete që ofrojnë qetësi dhe ekuilibër, siç janë meditimi ose shëtitjet në natyrë. Ndërveprimet shoqërore sjellin ngrohtësi dhe gëzim. Vlerësoni momentet me miq dhe të dashurit. Ndërsa nata përqafon ditën, zgjidhni qetësi mbi angazhimin, reflektoni mbi momentet përmbushëse. Besoni në ëndra dhe vizionet tuaja.
Ato ofrojnë udhëzime dhe shtym përpara udhëtimin tuaj. Aftësia juaj për dëmshuri jo vetëm që ushen të tjerët, por forcon ndjenjen tuaj të qëllimit, duke quar në përvoja të pasuruara dhe përmbushje të thellë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.